Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vetmja rrugë që ka opozita përballë majorancës është rruga e protestave. Gjatë takimit të parë pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, me kryetarët e degëve të PD-s, Berisha theksoi se opozita sot është në luftë me qeverinë Rama. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihem dhe ka vetëm një rrugë. Qendresa jon, protesta jon, asnjë rrugë tjetër, ja u them unë ju. Berisha lajmëroi degët e Partisë Demokratike dhe nisin analizën për humbjen në zgjedhjet parlamentare. Analiza është e detyrueshme. Do ta bëni ju me kryesit, me grup seksionet, me seksionet, do të dilni me propozimet, me sugjerimet, me ato çka mendoni, por suksesi i saj ose treguesi më cilësor i suksesit të saj është sa do jemi ne të aftë të afrojmë vlera të reja. Prej disa ditësh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha po flet për protesta kundër qeverisë Rama, por ende opozita nuk ka vendosur një datë se kur do të nisin ato.